Këto janë shenjat e horoskopit që si 20, si 50 njësoj duken pra ato që kanë të vështirë të plaken, ose që duken më të rinj se sa mosha e tyre, dhe shenja e parë është binjakët. Thonë që sjellja mund të bëjë që të dukesh ose i ri ose shumë i vjetër në moshë, dhe në këtë rast binjakët janë ata që shfaqen si më të rinj se sa mosha e tyre për shkak të natyrës së tyre kurioze që kanë një shpirt lozonjar dhe rinor që e fshehin në mënyrë mashtruese moshën e tyre tek vëzhguesit, dhe aftësia e tyre për të lidhur me njerëz të moshave të ndryshme dhe për të qëndruar të stimuluar mendërisht mund të kontribuojnë në atë pamjen e tyre rinore dhe thjesht forcohet me kalimin e moshës. Shenja e dytë është Virgjëresha. Shenja e dytë e drejtuar nga Mërkuri gjithashtu. Virgjëreshat dihet që janë të prirura për një mënyrë jetese aktive dhe të shëndetshme, gjë që kontribon që ata të duken relativisht të padëmtuar nga koha, sepse ata janë të njohur për disiplinën e tyre, për kushtimin e tyre ndaj vetes, për vetëpërmirësim, u japin përparësi zakoneve të tyre të shëndetshme, siç janë ushtrimet e rregullta fizike, një dietë e ekuilibruar, rutinat e kujdesit për lëkurën, teknikat e menaxhimit të stresit, dhe gjitha këto kontribuojnë në një proces më të ngadalshëm të plakjes, ndaj përgatituni që të lakoheni në gojrat e të gjithëve Virgjëresha për pamjen tuaj rinore. Dhe shenja e tretë dhe e fundit është shenja e Shigjetarët. Shigjetarët kanë një këndvështrim optimistik për jetën, që mban larg stresin dhe që është një kontribues në plagje gjithashtu. Dhe gjithashtu kanë një shpirt mjaft aventuresk që i mban ata energjik, aktiv gjithë kohës, dhe i ndihmon në atë ngadalësimin e procesit të plakjes, më shumë se sa të bëni një jetë sedentare. Entuziazmi i tyre për përvoja të reja, për etje, për njohuri, ndihmon që ata të ruajnë një shkëlqim rinor edhe kur plaken, por kjo nuk do të thotë shqiptar që juve të anashkaloni kremrat kundër plakjes.